asaj që the jo, nuk është e vërtet. Sepse ajo që unë jam përpjekur të bëj dhe që tani ka filluar të ketë më shumë aleat, nuk është diçka definitive. Pra nuk bëhet fjalë për të kaluar, për të ndryshuar traktatet, të hiqet veto, të hiqet votat, jo. Bëhet fjalë për të ndërtuar një proces marrëdhëniesh dypalëshe midis shtetit të ri antar edhe Bashkimit Evropian. Me mekanizma që ata i gjejnë vetë, se për gjetë mekanizma dhe për të ndërtuar procese burokratike janë njëshat dhe unë s'kam asnjë kapacitet që t'ju mësoj asgjë, por marrëveshje bilaterale ku vendi i ri antar heq dorë vetë për një periudhë kohe që do të duhet për të reformuar mekanizmin e vendimarrjes në Bashkimin Evropian, që gjithmonë e kanë thënë se kanë bërë dot asnjëherë për arsye që dihen. Dhe keni parasysh një gjë, kjo nuk është diçka që pashur një natë në ëndër edhe fillova të flas. Kjo është diçka që ka qenë aty, ka pasur kohë më parë qasje të cilat janë të lidhura me këtë mënyrë të parit të nesme të Bashkimit Evropian. Ka qenë kohë më parë ideja e krijimit një Europe me disa shpejtësi, e krijimit një Europe me disa kate, po themi, etj, ku një pjesë e vendeve sot faktikisht Schengeni që praktikisht i ka përmbledhur të tërë, ka qenë një mekanizëm që nuk e kishte, për shembull Rumania, Bullgaria, Kroacia ishin në BE, po s'ishin Schengen, për shembull. Ose kur kanë hyrë në BE në fillim Portugalia me Spanjën, nuk kanë pasur të njëjtat të drejta dhe të njëjtin akses në politikën bujqësore të BE-s, e të tjera. Pra BE-ja nuk gjendet e papërgatitur me këtë debat. Është një debat që sot ka marrë më shumë peshë për arsye që kuptohen lehtë, edhe për shkak të Ukrainës, edhe për shkak të rritjes disa forcave në vendet e Bashkimit Evropian që nuk janë shumë, për ta thënë lehtë, nuk janë shumë gatshme të pranojnë zgjerim, për shkak të vështirësive që kanë pas vetë ata në vendimarrje nga vetoja këtu e atje. Kështu ne nuk kemi asnjë arsye që të presim, dhe ndërkohë s'kemi asnjë arsye që të trembemi, përkundrazi ne duhet të jemi proaktiv, sepse është shumë e rëndësishme çfarë mendojnë vendet e reja. Jo të gjithë mendojnë si unë në vendet që duan të hyjnë. Ky është fakt, edhe ne bëjmë këtë debat me njëri tjetrin. Disa thonë, po pse ne t'i marrim të gjitha. Po, t'i marrësh të gjitha, problemi është ja i merr dot ajo. Ndërkohë që ne njëherë duhet të hyjmë atje. Pastaj pse çfarë qameti kemi ne që s'kemi veto për një periudhë, ku do të vëmë veto? Ne vëmë veto këtu çohet një ambasadë, bën një deklaratë dhe tundet gjithë Shqipëria nga tenxheret që bëjnë sikur u çua Zoti i Madh dhe foli. Do mbajmë veto ne, se do shkojmë atje t'i vëmë veto Gjermanisë, Francës, Italisë. Ka vende dhe ka shumë vende në Bashkimin Evropian, të cilat janë aty, nuk flas për të mëdhajet, ato vendosin, flas për të voglat që nuk e kanë përdorur kur veto. Dhe nëse kjo e lehtëson pozicionin e atyre që na marrin brenda, ne i themi okay, nëse ju vlen kjo gjë, pse duhet ne patjetër që në momentin e parë të kemi dhe deputetët tanë në Parlamentin Evropian, apo se i mungojnë Parlamentit Evropian druvarët që duhet ja çojmë ne me shpejtësi.